gjëra ndodhin pa pritmas dhe çështje të ndryshme. Data 6 prill, ku kemi të bëjmë me një aktivitet planetar, një ndikim planetar, ku kemi diellin tek Dashi që formon një gjashtkëndësh me Jupiterin tek Binjakët. Ky kënd është një nga këndet më me fat në astrologjinë tradicionale, që sjell mundësi si në jetën tonë personale, ashtu dhe profesionale. Gjithashtu na ndihmon të kemi sukses dhe fat në planet tona dhe të krijojmë perspektiva pozitive në çështjet që neve duam në udhëtime, çështje ligjore, kontakte me të huaj jashtë vendit dhe ndikimet të tjera. Përfitojnë shumë shenjat e zjarit, Dashi, Luani, Shigjetari dhe shenjat e ajrit, Binjakët, Peshorja, Ujori me datëlindje të dhitiqit të dytë të këtyre shenjave ose më konkretisht në planetet që ata kanë. Ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në këtë aspekt. Kjo ka të bëjë në fakt deri në orën 14:15, nga ora 7 deri në orën 15:30, kur është një mundësi e mirë përsa i përket çështjeve që ndikojnë në ndikimin e pozicionimit të planeteve dhe të gjërave të tjera që mund keni. Por gjithashtu e keni dhe një mundësi përsa i përket çështjeve që lidhet shumë dhe me anën ekonomike financiare dhe me biznesin që juve do të keni. Në të njëjtën ditë kemi Afërditën në retrograd nga Peshqit që formon një trekëndësh me Marsin në Gafore. Ky është një kënd veçanërisht romantik në aspekt të pasionit, dashurisë ose problematika që keni pasur më përpara dhe vjen tani koha për të rregulluar dhe stabilizuar gjërat e juaja. Ndikimet që kanë bënë gjithashtu ka të bëjnë me një çështje shumë të rëndësishme për zgjidhjen e një problemi që keni pasur dhe çështjet e financave që përfitojnë shumë. Demi, Gaforia, Virjesha, Bricapi, Akrepi dhe Peshqit e dhitiqit të tretë ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Duket se është diçka shumë pozitive, madje është momenti i duhur për zgjidhur problematikat. Ky është ndikimi planetar. Tani pa humbur kohë